Një biznes privat po vazhdon të qëndroj i patrezuar mbi pronën publike në Zveçan, ndonse vetë shteti e ka konstatuar uzurpimin. Me 17 prill të këtij viti, Departamenti Qendror i Inspektimit për Pylltari dhe Gjueti zbarkoi në fshatin Banovdal të komunës së Zveçanit. Aty u konstatua se operatori ekonomik Konaku i Hajdutave kishte ndërtuar pa leje objekte dhe kryente aktivitete të shërbimit të ushqimit në tokë shtetërore. Biznesi nuk posedonte asnjë kontratë shfrytëzimi me Agjencinë Pyllore të Kosovës. Në vendimin e inspektoriatit të cilin e ka parë gazeta Insajderi, thuhet se pronari i këtij biznesi ka bërë shkelje pasi që nuk ka marrë fillimisht konfirmimin e institucionit kompetent për lejimin apo jo të ndërtimit të destinimit të përkohshëm si parakusht për hapjen e rrugës për lidhjen e kontratës në mes të institucionit dhe subjektit juridik. Gjithashtu ka dëmtuar agjencinë në pagesën e detyrimeve për 20 cent për metër katror në vetë për sipërfaqen që është duke e shfrytzuar. Bazuar në këtë, trupa inspektuese ka vendosur shiritat e inspektoriatit në portën hyrëse të objektit, largimi të cilit përbën veprën penale. Mirë po, momentalisht nuk po shohim asnjë shirit të vendosur, siç duket pronari nuk ju ka përmbajtur rregullave dhe ka kryer një vepër penale. Mirë po, përmes një vendimi, Agjencisë Pyllore në Mitrovic ju dha një afat prej 60 ditësh për të shqyrtuar mundësinë e një marrëveshje ose për të liruar pronën me forcë dhe për ta iniciuar kallëzimin penal. Por këtu lind pyetja ligjore. Në bazë të kuadrit në fuqi, siç është ligji për inspeksionin bujqësor dhe udhëzimi administrativ për inspeksionin pyllor, nuk ekziston asnjë afat prej 60 ditësh. Për më tepër, edhe pse ky afat prej 60 ditësh tashmë ka kaluar, në terren nuk ka ndryshuar asgjë. Objekti nuk është demoluar, prona nuk është liruar dhe asnjë marrëveshje nuk është arritur. Sipas burimeve të gazetës Insajderi, prapa kësaj tolerance qëndrojnë lidhje me zyrtar të lartë. Pronari i restorantit dyshohet se ka afërsi me ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçlen, si dhe me zëvendësdrejtorin e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshanin. Burimet bëjnë me dije se ministri të bujqësisë Armend Mujës i është bërë kërkesë e drejtë për drejtë që këtij biznesi t'i jepet më shumë kohë dhe të favorizohet. Dyshimet për ndikim përforcohen nga një fotografi e publikuar në rrjete sociale, ku kryetari i komisionit vlerësues, Lulzi Murati, shihet krah për krah me drejtorin e policisë në Veri, Veton Elshani, pikërisht në ditën kur komisioni doli në terren. Gazeta Insajderi ka kërkuar sqarime për disa ditë me radhë nga Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia Pyllore e Kosovës, por ka qenë e pamundur të merret një përgjigje. I kontaktuar nga Insajderi, Albert Berami, drejtor koordinues i Agjencisë Pyllore për rajonin e Mitrovicës, refuzoi të përgjigjej, duke kërkuar që pyetjet i drejtohen zyrës për komunikim në Ministrinë e Bujqësisë. Lidhur me këtë çështje, gazeta Insajderi ka provuar të marrë një përgjigje nga ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, mirë po i njëjti ka qenë i paqasshëm. Ndërkaq, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka deklaruar për Insajderin se e njeh pronarin e restorantit, mirë po ka mohuar se ka ndikuar në ndonjë mënyrë që atij t'i bëhet favorizim. Sipas disa informacioneve që i kemi marrë, ju keni shoqëni me pronarin e restorantit Konaku i Hajdutave, i cili gjendet në Zveçan. A është e vërtet kjo që keni shoqëni me ta? Që kem shoqëri? Po. Jo, me njoftë e një apo nuk kam shoqëri. A keni ndikuar ju në institucionet që ai të favorizohet të jepet kohë më shumë për me bëni marrëveshje me Agjencinë Pyllore për me shfrytzu? Ajo që i ka ngrit dyshimet më shumë është fakti që kryetari i komisionit Lulzi Murati e ka publikuar një fotografi me juve në ditën kur është ardhur me bë vlerësimin. Po, ka mundësi, nëse ka ndonjë votë po, që nuk do të thotë që kam shoqëni me dikon. Kemi dëgjuar që keni lidhje të afërta me ta. Jo. Do me thonë nuk keni ndikuar kur gjatë që më u favorizuaj. Jo, më nuk më i ndikuar, nuk më, ato që janë kompetencat mia, unë i kam vetë, ndërsa të tjerë të më ndikuar. Insajderi ka kontaktuar edhe kryetarin e komisionit Lulzi Murati. Bendi malor në terren, por nuk mund të dëgjoj. Nëse keni ndonjë pyetje, drejtoni me shkrim në agjencion edhe ata ju japin përgjigje. Pyetjet janë konkretisht për juve. Më fal, por nuk ka mundësi se jam në terren malor. Përgjigjet e bojna në bazë institucionale. Kemi dëgjuar pyetje edhe në agjenci, po konkretisht janë për juve pyetjet masi jeni ju kryetari i komisionit. A më të dërgu me shkrim? Dërgoni mail të agjencionit dhe merrni përgjigjet patjetër. Pavarësisht se pyetjet janë dërguar në adresën e tij elektronike, deri në publikimin e këtij materiali nuk kemi pranuar përgjigje.